Pa u bërë një javë që kur u hap ndodhi një shpërthim të zyra e postës së Kosovës në Zveçan. Në minutat e parë të së martës, 2 granata u hodhën tek objekti, por vetëm njëra shpërtheu. Nga shpërthimi nuk u lëndua askush, ndërsa granata e pashpërthyer më vonë u asgjësua nga njësitë policore. Nuk muj me thonë diçka për grupin, për njerëz, për ata të cilët kanë gjujtë granatat e dorës aty, përpas që kjo është pjesë e hetimit dhe jemi duke u marrë seriozisht me këta. Vendi ku ndodhet zyra është edhe zonë banimi. Kjo hapësirë mbikëqyret edhe nga kamerat e sigurisë. Pamjet e tyre, por edhe gjithë situatën gjatë ditës e monitoruan njësitë e policisë. Që situata në veri të vendit vazhdon të jetë e qetë, vazhdon të jetë delikate, po është e qetë. Në terren dolën edhe zyrtarët e ndërmarrjes publike që menaxhon zyrat e postës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti konsideron se sulmi ka për synim destabilizimin e veriut. Sulmi të nxarë me granat në terrin e natës është orvati nga dëshprimi dhe pafuqia e tyre që nuk sëndojnë më në veriun e Kosovës. Posta e Kosovës do qëndrojë aty si ndërmarrje publike. Xhami i ri do vendoset e shërbimet legale do vazhdojnë të ofrohen për gjithë qytetarët. Edhe nga posta e Kosovës kumtuan se kjo zyre do të rihapet. Kryetari i Zveçanit Ilir Peci kërkon qetësi nga qytetarët. Unë kam një kërkesë të qytetarët të komunës së Zveçanit mos të një vetëm do një panik. Edhe në fund të muajit nëntor me granat dore ishte sulmuar objekti komunës së Zveçanit dhe stacioni i policisë në këtë qytet.